Vetëm që paroj. Është 3 miliard ose 6 herë më shumë se sa deputeti i gjithë Shkodrës. 600 milionë lekë vjetë ka Bashkia e Shkodrës nga shteti për këtë vit. E di këtë? Kjo është nuk e di shumë këtë, po. Ja ta di këtë, që për rehabilitimin e Qeparojt, për kthimin në identitet gjasme për këto, për ashtu, për lapidar, ka 3 miliard lekë të re. Ndërsa Dhe për varret greke. Nuk e vën dyshim, edhe për varret greke. Sepse janë pjesë e strategjisë. Se pas ka pa vdek gjysë agresisë, du nëse kemi ditë. Po ta shikosh, kemi varren në Grihot, kemi varren në Këlqyr, kemi varren në Korçë. Qa bëhet, sikur pas ka vdek gjysmë e Greqisë në Shqipëri, e ke thënë bukur këto. Unë dua të ngacmoj. Unë nuk e di se kemi qenë pas kaq ekonomi të mirë që të vinë grekët dhe të vdesin në Shqipëri, sepse do të thotë se të kanë ardhur dhe kanë emigruar në Shqipëri. Pra, unë mendoj se ke vënë një tendencë që të gjithë ortodoksit e jugut duan ta quajnë vetëm grekë. Unë mendoj se ato që kanë vdek në Shqipëri duke luftuar do thotë se janë armiqtë shqiptarë dhe ne s'do të ngajmë varre armiqve të shqiptarë. Pra ne do për respektin e një të vdekur, mund t'i mbledhim ata eshte, mund t'i mbledhim ata eshte, ata kanë ardhur për të vendosur një vijim e t'ja uqem nga kanë ardhur, por jo t'u ngajmë lapidare armiqve të shqiptarëve gjithkund jugut, gjoja se këtu na pas ndek ushtar grek. Ata kanë ardhur bëjnë genocid. Ata kanë ardhur vrasin. Ata kanë ardhur vrasin. Kanë vazhduar të bëjnë deri në 97-ën. Kanë dhe ligjin e luftës. Kanë dhe ligjin e luftës. Pra, ato totalisht nëse ekzistojnë këta varre të vdekur, dakord që me ndihmën e shtetit shqiptar të rehabilitohen, të ngarkohen në një kamion edhe të shonë. Të përcillen edhe me ceremoni. Edhe me ceremoni. Edhe me ceremoni, sepse ne përderisa kemi përcjellur ushtarë gjerman dhe italian me ceremoni. Jo të ngrim lapidare armiqve të Shqipërisë dhe të kombit, sepse pse është nënshtruar shteti shqiptar? Do nuk kemi varreza italiane apo gjermane, por kemi një simbol të vogël të liçeni. Që në kohën e Skënderbeut këtu kanë vdek 100 milion njerëz, duke filluar nga turq, armen, gjerman, italian, pra këtu do ta bëjmë gjithë lapidare tani. Të vuhet. Nuk del Shqipëria sa 100 kilometra katror është për ndalohen, bëhen lapidare rrugëve për aksidente makinesh dhe ngrihen lapidare për armiqtë e kombit. Edhe kjo është e papranueshme. Problem tjetër. Pra duhet ministria, sidomos ministria e mbrojtjes dhe jashtme, duhet të jetë më eficiente dhe më kamgullës ndaj këtij shteti që për mua ky shtet ka qenë gjithmonë një fëmijë llastumi i Europës dhe ka luajtur gjithmonë me komshit si maca me mejon dhe ka kohë që t'i jepet resto dhe të rrinë në shtëpitë vet. Je për modelin e deputetit Flamurnokës, të Strazimirit, apo sepse ne jemi fokusuar sikur Lezhë ka dhe PS-ja e ka të gjitha të valën ashtu. Gjithsesi ndodhi një diçka që një deputet ishte në një protest me një pistolet. Ishte si ishte, problemet janë të ashtu. Si e komenton ti këtë rast? Parlamenti shqiptar ka imazhet më të turpshme të deputetëve në Shqipëri dhe nuk mund të mbzam emra se cili është më mirë më keq për mendimin tim, po të dalësh pyesi tani qytetar shqiptar, ke mund të zgjedhësh, gjithë na skualifikojnë. Dhe pra imazhi i deputetit është kthyer në një imazh turpi për atë të sallë. Prandaj nuk jam as për modelin e Ndokës, as për modelin e Strazimirit, as për modelin të asnjërit nga ato që është marrë, sepse kanë krijuar një pakënaqësi popull të 25 vjet sa po kthehet një lloj 92-shin që qytetarët shqiptar duhet të ikin. Kërkojnë azil, sot kemi kaluar vendi i parë në botë për azil kërkues. Në Holland. Në Holland ne jemi aplikuesit që kemi aplikuar, që kemi kujtuar të aplikojmë, jo të ikim. Ja kemi kaluar një shteti si Siria që është totalisht në luftë, do të thotë se ka dështuar politika që s'ka ekzistuar kurrë, për mendimin tim se kur dështon 25 vjet do thotë se s'ka ekzistuar, dhe ka dështuar totalisht sistemi demokratik në këtë vend. Pra du ta fillojmë nga aja. Është një lloj sikur bëjmë një revolucion të dytë. Pra duhet të jetë një revolucion i dytë politik, sepse një revolucion e bëm ekonomik në 92-shin, që ishim tani duhet bëjmë një revolucion politik. Pra të largohen ta njerëz që kanë uzurpuar. Më thua një pikë ku e mbështet Edi Ramën. E kam vështirë të gjaj. Do të them sinqerisht. Por sidoqoftë është një qeveri që e ka zgjedhur populli dhe meriton të bëjë 4 vjeçarin e tij dhe ta provojë a mund ta. Unë dua dhe një
si e mendon dhe si i quan raportet Rama me ati? Këto janë si e qifti që nuk flenë bashkë, njërë flenë në salonet tjetër në dhëmë gjumit. Si dy njerëz që kanë fisheku në gojë, po nuk... Ndajnë shpenzimet e shpizës. Kjo është ideja jote, që ata ndajnë shpenzimet? Ndajnë shpenzimet e shpizës, asgjë më tepër. Asgjë më tepër. Më jep një shpresë për votuesit e tu në Lezhë, por edhe për shqiptarët. Po shpresa vetme, unë kam thënë gjithmonë, janë emigrantë shqiptarë. Për cilët sjellin edhe atë 100 euro për ilaçet e pensionistëve. Absolutisht. Do t'jetë vështirë t'i energjisojmë, por duhet t'i energjisojmë se s'bën këta emigrantë që t'i kthejnë syt nga Shqipëria, sepse këta nuk e kanë në mend që ne na japin mundësinë që të votojmë atje. Pra duhet t'investojmë nga xhepi jonë që të vim këtu dhe të votojmë njerëzit tanë. Kur Amerika e gjithë bota ka që elektronikisht që voton me emigranti dhe votet e tij nuk shpërdoron. Nuk shpërdoron. Pra kjo është një e padrejtë, një shkelje drejtave të njeriut, sepse të votosh dhe të votohesh e ke me kushtetuut. Shteti shqiptar nuk ja jep tash 25 vjet qytetarët vet, sepse jetojnë mbi 60% jashtë. Pra e vetmja shpresë dhe vetmja e përsëris edhe një herë mundësi që ka kjo Shqipëri është që emigrantët kthehen të krijojnë lobin e tyre, të krijojnë të vendosin njerëzit e tyre në politikën shqiptare, sepse këto dihet, këto kanë kriju një kult. Dhe e majtë e djathtë, këtu s'ka diferencë. Ik njëra bën çfarë do të duket sikur janë një marrëveshje, ma ka thënë tashej që Lul Basha ka benzin 5 metro, një ditë do vi, do hapi portën e kryeministrisë. Vetëm duroj, sigur as lloj fushatet mos bëj. Pra, as lloj fushatet i kanë ndarë pushtetin dhe 5 vjet, 4 vjet njëri, 4 vjet tjetri ose 8 vjet njëri, 8 vjet tjetri. Pra, kjo është ndarë në tavolinë dhe po ta marrësh në 25 vjet janë ndruar disa qeveri dhe nuk është arrestuar asnjë ministër, sikur ne këtu jemi në Zvicër. Çfarë do të... Bile në Zvicër kanë arrestuar. Përse e percepton kështu, zotje Eduard Ndoci, kur neve del vete në Amerikë i pafte zyrtare prokurori i përgjithshëm, thotë që kanë paguar $500 nga vetja ime, dhe del që atë, jo vetëm se kanë ftuar atje fare, zyrtarisht, e merr zëri Amerikës në atë dhe i kthen vizën një prokurori, duke e quajtur të dyshuar se ka bërë një listë ambasadë amerikane, dhe këtu nuk do të gjë. Këtu neve na ndodh te prokuroria, pa lidhje këtë tjera. Ne vetëm prokuror s'kemi pas kurrë. Jo ky është as prokuror, edhe kur flet nuk flet si prokuror. Ky flet sikur është një kontabel aty që ka regjistruar numrat. Si llogaritar kontabel. As ekspert, se ekspert është. Llogaritar kontabel që regjistron numrat e dosjeve dhe thotë ndoshta nga pranvera do të arrestojmë ndonjë, po nuk e di. Edhe kaq, kam dëgjuar nga ky prokuror deri tani. Dhe kjo pjesa e Amerikës është qesharake, sepse një prokuror të paguje 500 euro për më shku në një takim që du të jesh i ftuar, du të kërkojsh $1.500 du të kërkojsh eksperiencë, du të kesh shumë gjëra dhe ajo që tani më pëlqen të them është se kjo pjesa e dekomunizimit me çfarë shoh vetëm ambasadë amerikane mund ta bëjë. Edhe dje ka filluar takimet ai me Lulzim Bashën. Jo, është diçka tjetër. Në këtë ligjin që po bëjmë dekomunizim duhet të fusim edhe një nën tjetër. Kush merr vizë për në Amerikë mund të jenë parlament. Ai që s'merr vizë të distancohet. Ose mund të zgjidhë gjykatës, ose mund... Pra, testi du t'jetë a merr vizë për Amerikë. Ai që s'merr vizë du të jetë person publik. Më mirë të çojmë një listë tuaj në ambasadën amerikane. Po, çojmë listën atje dhe në fund të bëjmë skacim në. Do të ishte një kërkesë që ja drejtoj edhe ambasadën amerikane të na nxjerrë këtë listë. Ka ndonjë emigrant tjetër që beson si Eduard Ndoci, që jo vetëm besove tek donte politika, jo vetëm besove që do bësh deputet, jo vetëm që sfidove sepse të lëshuan si fajkonj sa erdhën në Shqipëri si deputet. Tani kanë filluar që ta kuptojnë që ti duhet të flasë në parlament. Si ma shpjegon këtë? Kanë janë me qindra qytetarë shqiptarë që e kërkojnë Shqipërinë që e mendojnë se do kthehemi një ditë dhe duhet të kemi një vend të qetë dhe demokratik. Ne patëm para ca ditësh me zotin Ndaci një takim me disa shoqata, një grup shoqatash në Reggio Emilia, ku ishin mbledhur 26 shoqata, kishin bërë një
jetesë të shoqatave të gjitha bashkë, kishin punë një president dhe ishte mahnicë mënyra dhe organizimi që kishin kriju këta dje me vajza në Reggio Emilia, që çdo të shtunë bëshin takime, fest, diskutime, Shqipëria promovim librash, promovim kanë hapur dhe shkolla shqipe. Shkolla shqipe dhe pata fatin edhe të diskutoj atë dhe të diskutoj me njerëzit dhe kërkojnë këtë me këmbgulje dhe ata. Dhe u bëna këtë kërkesë, duhet të vini, nuk të jep kush Gjegati. Duhet ta kërkosh. Liria thonë vjen nga gryka e pushkës. Tani këtu liria do të vjen nga gryka e votës. Pra ne sakrifikuam. Unë kur ika jashtë në Itali kam paguar 2 milion lirë në atë kohë. Që të shkoj atje ku s'dishëm ku do vete. Çfarë armë do kem. Tani të paguash një bilet 200 euro që të vish të votosh për vendin tënd, nuk është sakrificë më e madhe se të paguash 2 milion lirë të mos të dish ku të shkosh. Pra, ti e din një drejtim që duhet vish të votosh dhe të sjellësh demokracinë, se vetëm një shpresë është emigrantët. E ke vënë re që thonë të gjithë që votat e emigrantëve dhe neve gjithë kemi 8 autobusa që bëjnë Vangel Tavua dhe 6 në Himar dhe pak emigrantë nga Italia. Po këto duhet të arrestojnë, duhet njëkin penalisht që paguajnë autobusa që të marrin emigrantë se këto po blejnë vota. Është blerje vota. Ti pagush autobusin dhe shpenzimet. Po qartë, ne i marrin Gjirokastër. Unë po flasë të vinë me shpenzimet e veta këto qytetarë. Pra, mënyra se si duhen me na trajtu është abuzive, sepse mas 25 vjetësh që ne kemi marrë këtë Shqipëri, sepse emigrantë shqiptarë kanë marrë ekonominë e Shqipërisë ka 25 vjet. Dhe shifet tani kriza, si është kriza europiane botërore, por Italia dhe Greqia s'po bjen lek me emigrantë dhe shifet kriza në Shqipëri tani. Kemi ulur, s'blejmë këpucë, s'blejmë ashtu, fuqia vlerëse, që pendu ulur. Do të thotë se emigrantët këtë vend e kanë marrë për 25 vjet tranzicion. Kjo politikë për 25 vjet e ka shkatruar. Ka bërë qef. Këtë mundësi, sepse po të kishte dhe bashkëpunim me politikën, ky vend do të ishte një Zvicër e vogël. Unë të falenderoj që të kisha studio. Ishte kënaqësi. Të nderuar televizionistë, ne ishim në studio me deputetin Eduard Ndocaj, të grupit Partisë Socialiste, me të cilin unë diskutova shumë çështje. Që nga ato që zjen brenda kazanit të Partisë Socialiste, që nga fenomeni kokëdhima, që nga i fenomen shumë i dhimbshëm do ta quaja unë i braktisjes së Shqipërisë, qoftë në Lezhë, qoftë në mbar Shqipërinë, që nga ajo braktisje e votës së emigrantëve, por mbi të gjitha edhe nga një sy i mbyllur, po e quaj unë, nuk po e quaj një diskriminim që i bëhet veriut të Shqipërisë. Sidomos deputetëve të veriut, investimeve në veri dhe atyre qytetarëve të cilët po të unë kam qenë në sisteme të Kukësit, e shikon një fshat të shuar duke braktisur Shqipërinë. Faleminderit për momentin dhe rishikojmë të kësaj. Vjen plot oferta në Dormeo. Shfrytëzoni tani mundësinë ideale për të kursyer me pagesat me 0% interes. Pse të mos flini në një dyshek të dizenjuar